Përpara se të flasim konkretisht për hetimet e SPAK, zoti Murizi, çfarë është sipas jush afera e Bankers Petroleum? Ju e shikoni dhe në planin e keni parë vazhdimisht, jo vetëm si moment investigus, se është detyrë e gazetarëve përgjithsisht, por e keni parë politikisht. Çfarë është kjo aferë dhe kush është i përfshirë në këtë aferë? Ju gati e thatë në fillim që gjitha qeverit nga 2004 për mu. Teknikisht pastaj gjithë ministrat e financave, gjithë drejtorët e përgjithshëm të atimeve dhe drejtorët e përgjithshëm të doganave. Pastaj duke parë dosjen e tij, 170 sa faqe më duket, dosja e Fierit, se SPAK duket se po hollohet si dosje. Sa kohë që ata që u arrestuan me bujt madhe në Fier, 2 ish administratorë, një në detyrë dhe një përpara, kur erdhën SPAK, ai që ka qenë periudhën më të gjatë si administrator, doli nga arresti dhe për çudi as i media, as i portal nuk piptiu të japi lajm. Pra Fieri arrestoi, SPAK-u e nxori. U marrë dhe vendimin në gjykatën e apelit, në GKKO, që e la po në arrest shtëpie, pra 2 kinezë, kinezin ekonomik dhe kinezin genetik. Kinezin genetik është në burg, vazhdon, se ai nuk një Evropë. Ky genetiku. Dhe ky ka qenë 43 ditë gjithsej administrator, ky genetiku. Është arrestuar pse s'ka zbatuar të martën vendimin, e kanë kapur kurrën. 43 ditë ka ardhur në fund ajo. Dore fundit ka qenë ky. Ky po ta llogaritsh me gjithë kinezë tjerë, ekonomik që kanë qenë atje, ky është më pak drejtor apo administrator i përgjithshëm i bankës. Ky si Evropë është në burg, ky tjetri ka dalë dhe nuk jepet si lajm. Komedia e keni, zoti Murizi? Kinezi vërtet thua ti? Këtu që kemi raportuar, thuajse në mënyrë të vazhdueshme. Ky është kinezi që është marrë tani? Klodi se ti njeh këtë. Megjithëse kinezët ngjajnë shumë me njëri tjetrin. Se si ne. Shembull kur kam qenë Pse kam taku këtë nuk e di. Ndoshta Jo, doja të sqaroja çështjen e medias, pra gazetarët kanë emra dhe mbiemra, kështu që Jo, për daljen në arrest shtëpie të një nga është raportuar çdo detaj rreth aferës Bankers. Paktën te zoti Afera Rakiti. Bankers po. Edhe për të gjitha detajet, për të gjitha detajet, kur erdhën SPAK nuk e kam zonja parë. Xama, zoti Bushati, zoti Rakiti. Nuk e di nëse jam. Emision pas emisioni kemi trajtuar pafundësisht të gjitha detajet. Nuk kemi lënë gjepet. Jo në këtë të arrestimit se më mend ta kem raportuar, them drejtë. Jo, po nuk. Gjithsesi un flas për sepse ka ndodhur, në mos gabohem, në ditët që ka patur kishte shpërthyer dosja Balluku. O atë ditë, dhe ka pas një vëmendje më të madhe publike. Nuk i vuna faj, nuk thash. Jo, thjesht po e sqaroj për opinionin publik. Ky është genetiku. Besoj se. Kinezi. Po. Genetiku është ky i rëndësishëm i zotit që nuk. Njuzi e ka raportuar, Klodi. Njuzi? Po. Po, e ka raportuar lirimin e Leonit dhe Çopës. Më rregull. Shumë ka drejt. Po nuk është liru ky. Jo, është liru. Po ky nuk jep se ky është kinez për. Është liruar, thotë. Liruar ai që ka qenë 8 vjet Ai që ka qenë që fare aty. Drejtori. Ai që ka qenë. Është liru ky këtej. Po. Unë po sqaroj vetëm rolin e medias, për sa kohë jam gazetar që kam raportuar çdo detaj. Por marrja e vëmendjes publike. Po atëherë duhet të fshi shumë shpejt, ë? Nëse kinezët këtë nuk ta vërteton dot e kam shi apo jo? Jo, nuk po bëj. Doli bëra Nuk po bëj analizën e media. Ata janë drejt në vetë ashtu. Atëherë. Prej 2004-s. Prej 2004. Nga ministri i parë i financave, në atë kohë në dijenin time ka qenë zoti Malaj. Apo jo? Prill 2004. Me nanën zoti Malaj. Dhe dy ministrat i financave. Ridvan Bodja 8 vjet me. Mos ka qenë Kaçi Islami 2004. Jo, ka qenë në serinë e parë. 97-2001. Mrapa jo. Male ka qenë me sigurt. Pra, që kur është dhënë bankës në prill, dhe deri tash, bankës e atje non-stop kanë nxjerr, fillimisht kanadezët e Clarkut, me Amerikanë mrapa, pastaj kinezët për vërteti, po duhet kenë kështu kinez ekonomik shqiptar mrapa. 1.2 milion deri 1.5 milion ton naftë në vit. Dhe në 20 vjet bëjnë gati 25-30 milion ton naftë. Shqipëria julli ka nevojë për naftë dhe benzin bruto deri në 2024 për 750.000 ton gjithsej. Në përpunim gati është 5% koeficienti nafta bruto me nën produktet e saj. Po të kishim pas funksional Ballcin sipas porosisë Ramos në fushat 2013-s, Shqipëria s'kish nevojë të blente naftë më nga jashtë. Furnizohej me naftë e benzin nga këtu. Unë jam njohur me tentakulat e para për afertë, në 2020 kër isha në kuvend.
Kompania Tosk Energy, që kishte marrë Ballçin, ashtu si që kishin marrë, më bën një shkres dhe informacion për 50 faqesh që thotë, ne duam 2000 ton ditët që të majmë 1000 punëtorë në punë. Tosk Energy, me qira Kishte fjalla... Ballçin, rafinerin. Rafinerin, po kush e kishe si emër se këshu emër, Tosk e këshu, ne nga trojmë i shpesh. Ku e di, po, fundori nuk dihet fare, po në kryeministri duhet jenë, ato të fundorit fare. Grimi ka qenë te Tosk Energy. Grimi është një shqiptar i Kosovës që rrinë Zvicër, pra ai që administron të Toskun, pra Blerim Hoxha. Dhe unë kam takuar punëtorët atje, në borë dhe ngrevë. Dhe thash, sa ja kërkoni ju, se ekonomia tregut është kërkes ofertë. Ai nuk ta jep ty me humje. Ne ja kërkojmë $330 tonin, tha 2000 tonë, dhe kjo e shet me 280 në eksport. Gjoja e shet. Pra nuk na jep në $50 më shtrejt, po e qojnë jashtë. Aty për mu kjo trash bankërsi, ti thush puset është e vogël, po duhet jetë një bot, në këto me metra kub, i pist ku kanë gjyër duart në këtë pistik, gjitha qeverit nga nano në fund mandatit, dhe që ka nërë mas nanos Berisha, 1 Berisha 2 dhe Rama 1, 2, 3, 4, 5, 6, që ka bo Rama. Bankër që ka i gjopë, në maj të 2020, është 120 milion euro. Një gjopë nga antikontraband. 2019. 2019. Vjesht të 2019. Jes është e vjeshtës gjopë, për korektesa e kam gjopën këtu. Ma kanë sjellë gjopën, në atë kohë, dhe gjopa thot 31 maj 2019. E kam gjopën këtu. Dhe thot 120 milion euro gjopë. Jo, 30 milion euro detyrim, 90 milion euro gjopë. Gjithan të parë. Dhe unë e marrë gjopën printuar dhe ja lej Ramës në 2020 në kuvend. Qa është kjo më tha gjopë e bankës i tërë. E më tha këshmë thonë të. Kërë edhe që ka falë kjo Anila, që s'ka drejtja fali. E gjopët i falë o Komisioni i Apelit në tatime apo ndogana, ose gjykata administrative. Këta kanë heshtë. Po pse kanë heshtë, dhe se gjitha kullat që ke vërdal Tiranës, ke gati 30 kompanit fuqishme, në këto që kanë ndërtuar 90% Tiranën, filloj e ke stadiumi ku luhet top, rrethë për qak stadiumi dhe qaj sheft larta, dil gjikun, ndajt ke teleferi, gjitha qaj ke stadiumi ku i fjeri me i Tiranës, mo. Stadiumi Partizan, kjo më që më stafa. Ishë më stafa, se është Ejrë Albania, jo njeriu. Po që njeri këta nuk janë... Njeriu që e ka shferak. Ka janë gjithë kinesë ekonomikë, këta tjertë. Ta kanë marrë aty nga 8-9 milion, 100 milion, 120, 130 lekë. Për pos dhe Raiffeisen bankët që ka, ke dhe trazuar me letra, bjellë jetë politikanë. Që më kam thonë në ke 4 studio avokatije, një e ka ish deputeti PSS, një ish deputet dhe ministre drejtësisë i PSS. Edhe e mërë thujtë. Pra, Alket Hyseni është ish deputeti i PSS. Studio avokatore ati ka marrë 6 milion euro për këshillime. Studio avokatore Eduard Halimit, me 2-3 veta në punë, ka marrë 3 milion euro. Dhe për koincidencë, 720.000 euro e ka marrë ditën që më ka shpallë mua armi, kur do që pëdeja mandatet në 19 shkur 2019. Armik ti në këtë datë u shpallë? Atite, që mund majta mandatin këto dërzoni e Rama, atite 720.000 euro në kohë. Carin e shkurtit që nga shpallë? është një qerekja. Kote mbajt edhe tjetë mandatat. Po 720.000 euro nuk mua afrunë, se edhe unë, që këta tjertë. Ylli, është një qerekja me gjithë bashkëshorte, që para ditë rrike pëseja, mas ditë ke pëdeja, është si gjus pedagogu, këj ka marrë 2.7. Qerekja e kam bjemër? Po, pedagog. Është antari 2 partive? Këj herë rime e një, herë rime këta ke. Këj është rasti parë bushat, që është antarit e 2 partive, sepse zagonisht këta e kanë darë këshu. Bëhen 2 veta, njeri ka lënë me pësën, njeri me pëdën. E po pritë se Smarova se ka dhe bashkëshortën. 2.7 i ka marrë vetë, 1.7 bashkëshortja. 4.4 këj. Bashkëshortja për qërë së e vala po. Pastaj, është djali ish ministrit jashtëm, të pëdës, që s'ka lidhe me anën juridiko financiare, du të këtë bënë roman, a i ka marrë 387.000 euro. Dhe bizneset me radhët. Për mu është afera me pis që ka bo pis, ose është bo pis me qef politika, në 21 vite, pa dalim spektri, dhe nuk i kam gjuar të flasin, ashtu si që duhet fol, as opozitën sot, as opozitën e djeshme për bankësit. Se sa që shtek do të jetojnë janë 2 prokurore, më duket të spakot, Milonaj dhe Jela. Anita Jela. Po Klodi i di qështit e spakot më mirë. Qësht? Jo, Klodi më mirë, do pësim më pas. Dakord.
Tash i uroj dhe shpresoj që nëse do t'i shkojnë këta i kanë ngajt numrin e Të akuzave. tjerë si kompani Muslim, kujton do t'i kush ishe nga këta që kanë marrë? Gjithë thashën shketi ku. 6-7 kompania që kanë Ta po të Tiranë. kullave, tha. Ta të kullave. Po jo përveç kullave, se ka dhe tjerë për shembull që hapin fjalë vinë për shembull këtu, ose në vend tjetër dhe thonë. Kompaniet janë ata. Si do bëjmë që ta mbyllim të Po, janë si ta bëjmë ta mbyllim? Ylli. Se me yllin e kemi mbyllur për shembull. Janë kompaniet e naftës. Daj po them mund të thuhen të Janë gjithë. kompani nafte për që merr edhe me ndërtim. Janë aksioner ke kullat pra. Po the ke kullat i ke edhe naftë. Janë të gjithë brenda aty. E di, janë ato edhe të naftës brenda. Atëre. Prokuroria dhe të ta plotësojmë më pas me edhe Edhe i shtes, të Spakut i ka shtu numrin e veprave penale tek ajo. Jo, po do fillojmë tani. Tani do fillojmë. Nga dy që ka pas Fieri. Tani, Prokuroria e Fierit e ka dërkuar çështjen e Bankës Petroleum. Vetëm vendimin e mos kompetencës Fierit kam lexuar, nuk dihet timet që ka Ndalë me regjistruar. joftim zyrtare, di Dërguar një Klodi, kërkesë për informacion në SPAK, por nuk më ka ardhur përgjigje.